Habit eksperti, jasit eliminoni gërritjen gjatë gjumit. Pavarësisht nëse gërrisni ose dikush po gëret pranë jush, me shumë mundësi do të zgjoheni të lodhur dhe të irrituar çdo mëngjes. Por ka shumë zgjidhje natyrale dhe ndryshime të disa zakoneve që mund të jenë të mjaftueshme për ju dhe familjen tuaj me një fund më të mirë që të zgjoheni edhe të përgjumur. Rregulloni peshën e trupit tuaj. Njerëzit mbi peshë kanë 2 herë më shumë gjasa të gërasin gjatë natës se sa njerëzit me peshë normale. Shpjegimi është i thjeshtë. Njerëzit obez kanë yndyrë të tepërt në zonën e qafës e cila ngushton rrugët e fytyrës dhe frymëmarrjes dhe shkakton gërritje. Me fjalë të tjera, nëse hiqni kilogram të tepër, do ta mbani nën kontroll këtë shqetësi. Ndryshoni pozicionin e gjumit. Gjumi me shpinë çon në një bllokim ose ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes dhe rezultati është gërritja. Pini më shumë ujë, largoni pirjen e alkoolit dhe të cigares për të evituar gjithashtu gërritjen gjatë gjumit.